O që të lutem, burri është sa herë e ma i dhunshëm. E kam një fëmijë, a me unda, ai thot nuk ndryshoj. Motër, mas pari pyetjet kanë të bëjnë me Kurban Bajramin. Edhe më vjen keq kur domethënë dikush pyet jashtë temës krejt, por për shkak se po më vjen keq të rëndësisë kësaj pyetje, po detyrohem me u përgjigj. Gjithsesi, keni kujdes. Kur shkruan domethënë pyetje për filan temën, mundoni me qëndru në atë temë. Mundoni me qëndru në atë temë. Unë e kisha me thonë me mujt, burrit tënë me i bo rukje, lexim Kuranit. Do t'ishte mirë. Nëse i bëhet lexim edhe nuk ndryshon, shihet që s'ka kur gjë me pjesën e magjisë, atëherë ai pas ka tregu ty qartë, unë nuk ndryshoj. Ti ki tash dy rrugë, masi ti bëhet rukje burrit. Ose me duru qashtu, me qatë dhunën, me tjere, se s'po ndryshon, ose munda me kohë, tash ti analizaj, a mundesh me duru tani jetën qashtu, a nuk mundesh, s'mundëm vallaj, bismillah. Fillo thuj, masi ti zotni nuk po ndryshon, atër po i dajmë rrugë tona. Ose me thonë hatri që ti fëmis, po bom kurban edhe po rri, pe duraj, ti je ajo që vendos. Por ndoshta është mirë mos mungut me marrë vendim me njerë, por me shku dal nga dal, një vjet, dy, edhe me pa ku po shkan situata, po gjithmonë me studiu situatën me kujdes. Allah t'ni moftë.